Shkeljet në komunikacion i bën dikush tjetër, ndërsa sistemi Safe City mesazhin me gjopi ja dërgon dikujt tjetër. Kjo ndodh për shkak parregullsive në regjistrimin e automjeteve, bën të ditur nga MPB. Për këtë problem në katin përdhes në Departamentin e Çështjeve Qytetare dhe ndërtesa e RTVM-s është hapur pika për t'i paraqitur këto raste. Prej sot në funksion sporteli për Safe City, që do të thotë se nëse keni marrë ndonjë njoftim me të dhëna të pasakta për shkeljet në komunikacion, këtu do të mund të bëni kërkesë për ndryshimin e të dhënave. Nga MPB bëjnë të ditur se e njëjta gjë mund të bëhet edhe përmes stacioneve të kontrollit teknik të automjeteve në vendin ku është i vendosur një oficer i Ministrisë së Punëve të Brendshme. На кој граѓаните ќе можат да поднесат барање за промена на контакт податоците кои ги доставиле при регистрација на возилата, доколку има настаната промена или во случај да имаат добиено известување со неточни податоци. Истото ќе може да се изврши низ станиците за технички преглед на возила во државата, каде што е распореден деташиран референт на Министерството за внатрешни работи. Përndryshe, ky sportel do të jetë i hapur çdo ditë pune nga ora 8 deri në 17. Gjithashtu, qytetarët do të mund të paraqesin raste edhe me email në adresën bezbedengrat@moj.gov.mk nëse kanë ndonjë paqartësi, pyetje ose problem në lidhje me funksionimin dhe zbatimin e sistemit Qytet i Sigurt.